të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ndërkohë që e dëgjoni që kam në sfond një këngë me natyrë pak aeroportuale, doja shumë që t'ju bëja t'ju jepja një mesazh publicitar që ka të bëjë pikërisht me fluturimet, sepse ndoshta ju edhe mund ta keni vëre që shumë njerëz duan të fluturojnë. Duan të fluturojnë, madje ka vajza kryesisht që janë gati të bëjnë çdo gjë vetëm ti çosh ti bredhësh lart e poshtë nëpër botë. Sikurse keni dëgjuar dhe plot historira ku njerëzit i thonë ma fut pak celularin në filan vend ose ma merr me veten filan vend që të bësh një check-in. Ka një mënyrë për të fluturuar dhe për të bredhur gjithë botën dhe kjo është me Wizz Air. Wizz Air pas ka filluar të kërkojë steward dhe stewardesa. Pagat konkurrueshme lexoj këtu, trajnimet paguara dhe po të futesh në wizzair.com/career mund të shihni se kur mund të merrni pjesë në takimin e ardhshëm të rekrutimit. Sepse me Wizz Air mund të takoni njerëz të rinj, zbuloni destinacionin e ëndrave tuaja, edhe që ka një mundësi plot me emocione. Tash un kam një Wizz kemi këtu në radio, që është DJ Wizzy dhe jemi shumë të lumtur me të. Imagjinoni sa Wizza ka në Wizz Air. Mbaroj edhe mesazhi promocional për të ndënjur brenda atmosferës, kemi këngën që e nisëm dhe është një këngë siç thash, këngë me fluturime. Është një këngë që kushtohet një stewardese me emrin Jenny. Më duket se ka dhe mbiemrin Jenny, se ky e thret Jenny, kështu shpresoj që ka emrin dhe mbiemrin Jenny. Duket që është talamet vajze, edhe fluturon gjithë botën deri në Panama. Sot nuk është e hënë.